Mirë se vini në Njerëzor. Sot do të flasim për narcismin dhe 4 llojet kryesore të tij. Le të shohim se çfarë i dallon nga njëri tjetri dhe si ndikojnë në marrëdhëniet tona. Narcisti kontrollues. Ky lloj narcisti nuk kërkon vetëm pushtet, ai kërkon siguri. Thellë brenda vetes, ai jeton me frikë se mund të humbas kontrollin, të tradhohet ose të mos ketë më rëndësi, prandaj përpiqet të kontrollojë gjithçka, njerëzit, vendimet, marrëdhëniet, madje edhe emocionet e të tjerëve. Në fillim mund të duket shumë i dashur dhe i kujdesshëm. Ai dëgjon me mendje, të bën të ndihesh i rëndësishëm dhe fiton besimin tënd. Por, sapo fiton pushtetin mbi ty, gjithçka ndryshon. Ai nuk pranon kundërshtime, nuk pranon kritika dhe nuk toleron që dikush tjetër të bëhet më i suksesshëm ose më i dashur se ai. Sa më shumë pushtet merr, aq më shumë frikë ka të humbas. Prandaj, kontrolli i tij bëhet gjithnjëherë më i madh. Ai nuk jeton me besim, ai jeton me dyshim. Dhe pikërisht ky dyshim e shtyn të dëmtojë edhe njerëzit që dikur i ka dashur. Ky narcist mund të jetë shpesh më i dëmshëm për partnerin, familjen ose kolegët e punës, sepse nevoja e tij për kontroll mund të çojë në manipulim, presion emocional dhe izolim. Narcisti teatral. Ky nuk kërkon pushtet, ai kërkon vëmendje. Ai ndihet i gjallë vetëm kur njerëzit e shohin, e admirojnë ose flasin për të. Nëse askush nuk e vëren, ai ndjen një bushllëk të madh brenda vetes. Për këtë arsye krijon dramë, egzageron emocionet, tregon historime të mëdha se realiteti, shfaqet si viktim ose si hero, jo sepse gjithmonë gënjen, por sepse ka nevojë të ndihet i rëndësishëm. Shpesh është shumë karizmatik. Ditë e flas bukur, ditë e emocionoj njerëzit, por pas të gjithë kësaj fshihet një pyetje vazhdueshme. A më shihni? A ka më rëndësi për ju? Ai nuk ushqehet me dashuri, ai ushqehet me vëmendje. Ky narcist kërkon mbi të gjitha vëmendjen. Ai mund t'i lëndojë njerëzit, por nuk është automatikisht i më i rrezikshëm se narcisti kontrollues. Çifti narcist. Ndonjëherë problemi nuk është vetëm tek një person. Dy njerëz mund të ushqejnë egoizmin e njëri tjetrit, dhe vend që të mbështesin njëri tjetrin, ata fillojnë të luftojnë për pushtet. Kush ka të drejtë, kush vendos, kush merr më shumë vëmendje, kush është më i rëndësishëm. Në një marrëdhënie të tillë dashuria ndal ngadalë zëvendësohet nga krenaria. Bisedat bëhen gara, falja bëhet dobësi dhe kompromisi shihet si humbje. Nga jashtë mund të duken si çift i lumtur, por brenda jetojnë një luftë të vazhdueshme, sepse secili kërkon të fitojë. Askush nuk përpiqet të kuptojë njëri tjetrin. Kur egoja bëhet më e madhe se dashuria, marrëdhënia fillon të shkatërrohet. Ky narcist nuk është një lloj narcisti, por një dinamikë marrëdhënie ku dy persona ushqejnë dhe forcojnë tiparet narcist të njëri tjetrit. Narcisti i shëndetshëm. Ky është modeli që duhet ta synojmë. Edhe ky njeri e do veten, edhe ai ka ambiencë, edhe ai dëshiron sukses, por ndryshimi është se ai nuk e ndërton vlerën e tij duke ulur të tjerët. Ai nuk ka nevojë të jetë gjithmonë në qendër, nuk ka nevojë të fitojë çdo debat, nuk ka frikë të pranojë gabimet, sepse vetë vlerësimi i tij nuk varet nga mendimet e njerëzve. Ai dëgjon, mëson, respekton. Kur dikush ka sukses, ai nuk ndihet i kërcënuar, ai gëzohet. Kur dikush gabon, ai nuk e poshtron, përpiqet ta kuptojë. Ky është ndryshimi mes vetbesimit dhe narcismit. Narcisti kërkon të jetë mbi të tjerët. Njeriu me vetbesim kërkon të bëhet versioni më i mirë i vetes. Ky narcismi është i shëndetshëm, nuk është një çrregullim, por diçka pozitive. Çdo njeri ka nevojë për një masë të shëndetshme vetvlerësimi dhe vetbesimi. Faleminderit që më dëgjuat deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, abonohuni në kanal, pëlqeni videon dhe ndajeni me të tjerët.